Miq të dashur, përshëndetjet për zemërta, mirë se erdhët dhe sot në Të jetosh besimin. Sot do të flas për besnikërinë edhe kur askush nuk të shikon. Tek Mateu 6 vargu i 4 Jezusi tha: "Aty yt që të sheh në fshehtësi, do të shpërblej." Nga historia e kishës, një shembull i fuqishëm i besnikërisë në fshehtësi është njeriu me emrin Jan Hus, reformatori ček i shekullit të 16. Përpara se të ishte një figurë publike, ai ishte një pastor i thjeshtë që jetonte me një ndërgjegje të pastër përpara Zotit. Në një kohë kur korrupsioni dhe kompromisi ishin bërë normë, Husi zgjodhi të ishte besnik, ndaj së vërtetës edhe kur askush nuk e mbështeste atë. Ai predikonte drejtësinë, pastërtinë dhe bindjen ndaj fjalës së Zotit, dhe kur kjo e vënte në rrezik. Kur i kërkohet të mohonte bindjet e tij për të shpëtuar jetën, ai përgjigjet: "Është më mirë të vdesësh për të vërtetën se sa të jetosh duke e mohuar atë." Besnikëria e këtij njeriu nuk filloi në gjyqin publik. Ajo nisi në fshehtësi, në lutje, në studimin e shkrimit të shenjtë dhe në bindje personale ndaj Zotit. Kur erdhi momenti final, ai vetëm sa tregoi publikisht atë që kishte jetuar në fshehtësi. Siç edhe Kierkegaardi do të thoshte, pastërtia e zemrës është të duash një gjë të vetme, dhe kjo gjë e vetme është bindja ndaj Zotit. Mleroj të ndaj për ju shkurtimisht disa të vërteta që duhet i mbani mend. Së pari, besnikëria e vërtet lind në fshehtësi. Në fshehtësi vendoset kush ne jemi në të vërtetë, kur askush nuk na sheh. Zgjedhim nëse do t'i bindemi Zotit apo rehatis ton. Besnikëri nuk është ajo që ne shfaqim në publik, por ajo që ruajmë në zemër. Së dyti, karakteri formohet larg syve të publikut. Një lloj si Jan Husi, i cili nuk u bë i fortë në një moment. Ai u bë i fortë sepse për vite me radhë jetoi me integritet, fjalë për fjalë, vendim pas vendimi. Aristoteli thoshte: "Ne jemi ajo që bëjmë vazhdimisht." E pra miq, karakteri nuk ndërtohet në krizë. Kriza vetëm sa e zbulon atë. Së treti, Zoti sheh dhe vlerëson fshehtësinë. Mateu 6 vargu i 4 na kujton se Ati sheh atë që të tjerët nuk e shohin. Perëndia shikon lutjen tënde të fshehtë, vendimin tënd të pastër të zemrës, luftën tënde të heshtur për drejtësinë. Njeriu i madh është ai që mbetet i njëjtë edhe kur është vetëm. Ndaj sot miq, Perëndia nuk është duke na pyetur sa mirë dukemi në publik, por si jemi kur askush nuk na sheh. A është bindja jonë reale apo vetëm imazh? Çfarë po ndërtohet në fshehtësi? Karakter apo kompromis? Besnikëria në fshehtësi do të thotë ti jesh i ndershëm edhe kur gënjeshtra do të ishte më e lehtë, të zgjedhësh të drejtën edhe kur askush nuk të kontrollon. Ti jetosh përpara Zotit, jo përpara syve të njerëzve. Ndoshta sot nuk do të përballesh me zjarrin, si Jan Husi, por do të përballesh me zgjedhje të vogla, një mendim i pastër, një fjalë e ndershme, një vendim i drejtë, dhe pikërisht aty ndërtohet karakteri, besnikëria e vërtetë. Le të lutemi Zotit së bashku. Zot, ndihmom që të jemi ndershëm. Më mëso të qëndroj besnik edhe kur askush nuk më shikon. Formo në mua një zemër të pastër që të do ty dhe të bindet. Bëj që jeta ime në fshehtësi të jetë po aq e pastër sa dëshmia ime në publik. Zot, bekoj burrat dhe gratë, bekoj familjet e tyre, martesën e tyre, ndihmona që të qëndrojmë besnik dhe të ndershëm. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti bekoft miq, shihemi sërish nesër në meditimin e ditës.